Ne diskutojmë vazhdimisht të punën e kontrollit shëndetësor, kujdesit personal për të shkuar tek mjeku dhe për të bërë në mënyrë të vazhdueshme një lloj kontrolli. Edhe mund mos jetë në rutinën tonë zakonshme, por do duhet pasur në kulturë dhe në vëmendje. Shihni pak, ne po ju pyesim pse nuk bëjmë analiza, ose pse përgjithsisht i shmangim, i harrojmë, ose nuk e di, po gjithse cili ka një përgjigje të vetën, do dali numri i telefonit, ja, është faqur 355247299, 355247299, gjithse cili ka për të thënë diçka personale për këtë, nëse doni bëni pjesë e bisedës që un kam studio dhe nis tani me zonjën Silvana Çeliku, e cila është mjeke onkologe. Mirëmëngjes doktoresha, faleminderit që erdhën në program. E po ashtu edhe doktor Florian Toti, mjek endokrinolog, doktori diabetit, siç e njohim gjithë nëse në mënyrë të vazhdueshme për diabetin a flet. Kemi zgjedhur dy tipologji të kujdesit personal ku në mënyrë të vazhdueshme mjekët onkolog, sidomos për zonjat japin këshilla që të shkojnë dhe her pas here të bëjnë kontroll apo çekime të vazhdueshme për të kuptuar, sidomos për kancerin e gjirit, për të kuptuar në status janë apo t'i kapin gjërat në kohë. Mjekët endokrinolog thonë po ashtu do duhet të bërë vazhdueshëm kontrolli për të kuptuar ke pretmisa për diabetin ose të ka për diabetin si t'ja bësh. Janë me sa duket, sikundër dhe disa tjera, po janë dy prej gjërave që shmangen në mënyrë të vazhdueshme. Pse doktoresha sipas teje? Atëherë, së pari faleminderit mirë për ftesën e emision. Ju shikojmë gjithmonë çdo mëngjes. Faleminderit që u zgjove një herë. Ja, ne kemi detyrë të zgjohemi herët për të shërbyer pacientët, të zgjohesh gjithmonë herët. Dhe është vërtet shumë e rëndësishme, sidomos për gratë, do të flisja, sigurisht edhe për meshkujt nuk është më e pakët, por çdo femër duhet ta ketë në kulturën e vet shëndetësore që duhet të shkojë patjetër të vizitohet tek mjeku, atëherë kur ajo është e shëndosh. Jo atëherë kur ajo ka ankesa, sepse kur ka ankesa sigurisht që ajo do drejtohet tek mjeku. Por kur ajo është e shëndosh, ajo ka shumë mundësi që të zbulojë një sëmundje fare të vogël e cila nesër mund t'i marrë jetën. Siç mund të jetë një kancer i gjirit, siç mund të jetë një kancer i qafës mitrës, të cilat janë dy nga patologjitë, të cilat sot në botën e përparuar, sidomos kanceri i qafës mitrës është dukur plotësisht, pra nuk shikon më kanceret të avancuara ashtu si shikon këtu tek ne në Shqipëri ende fatkeqësisht. Në këto format globaliste të shpërndarjes informacionit dhe shumë mirë ka që ne kemi ditë caktuara si ku ndërecim ndërkombëtarisht, për shembull është një ditë e caktuar që është dhe në botë, kemi edhe ne në vëmendje të vazhdueshme për kujdesin ndaj shëndetit edhe kujdesin personal për këtë gjë, por ama sa herë vin mjek dhe sidomos kur kanë ardhur kur bën mamografit, kemi arritur të kuptojmë që vazhdon, edhe pse është krijohet kjo mundësi aksesit ndonjëherë falas apo e aksesit të lirë, prap ka një numër të ulët dhe mjekët janë të pakënaqur me ndërgjegjësimin personal në raport me shëndetin. Ka shumë faktorë në fakt. Cilat? Sidomos vendi ynë ka e para, gratë kanë frikë të vizitojnë. Pra, ekziston në një përqindje goxha të madhe nga ato që ne bëjmë vizita dhe biseda për ditë, që kanë frikë se mos zbulojnë diçka e cila i trëm për të ardhmen. Nuk e kuptojnë që po ta parandalosh është shumë më mirë se sa të shkosh tek mjeku atëherë kur ti e ke sëmundjen të avancuar dhe do shpenzosh shumë më tepër si nga ana psikologjike, si nga ana financiare, si nga ana nga të gjitha anët, domethënë familja, vetë ti. Kështu që këtë gjë e para është frika. E dyta është që ka shumë akoma që nuk janë të ndërgjegjësuara. Kultura shëndetësore tek ne është ende shumë e ulët dhe ne kemi një punë shumë të madhe për të bërë përpara. Po vetëm pas pak do t'ju pyes ku mund të fillohet. Në ç'më mënyrë do duhet vendosur theksi që njerëzit të ndërgjegjësohen dhe ta vendosin shëndetin primar. Po doktor, kështu ju rezulton edhe ju? Atëherë, për sa i takon pjesës së diabetit është diçka më ndryshe, mbase është një fushat sensibilizimi shumë e gjatë tashmë, është një numër që po vjen duke në urritur, njerëzit kanë filluar ta kuptojnë që janë disa sëmundje të cilat mund të parandalohen edhe thjesht me disa mënyra të ndryshimit të mënyrës jetesës ku bën pjesë edhe diabeti, por është e vërtetë ajo që thotë doktori Silva. Domethënë ne shikojmë që për shembull ne u bën 2 vjet që lëvizim nëpër qytete të ndryshme në kuadrin e ditës botërore të diabetit. Dhe ka disa qytete, siç është Tirana dhe disa qendra të mëdha ku njerëzit vinë më kollaj për të bërë matjen falas të glicemisë, dhe ka disa qytete të tjera ku njerëzit akoma kanë atë mentalitetin që jo, unë nuk dua ta bëj, se ja po dola smur, pastaj çfarë do bëj? Ndërkaq që dihet botërisht që një sëmundje e parandaluar ose e zbuluar shumë herët
Kurse në 3 herë më tepër, pra për $1 ose për 1 lek të harxhuar sot, kurse në 3 lek në drejtim të kujdesit për nesër. Dhe është edhe diçka tjetër që nuk duhet lënë pa përmendur që njerëzit çdo gjë që është falas e shohin me shumë dyshim. Mendojnë se kjo është gjëja më pa vlerë ose e bërë jo siç duhet, që është plotësisht e gabuar. Si ka mundsi? Unë kisha menduar me një logjik normale që nëse ofrohet në një ditë caktuar një shërbim falas është oportunitet. Pase është një mentalitet shumë i vjetër që shëndetësia ka qenë falas në Shqipëri dhe ju duket sikur gjëja falas është gjëja më normale, prandaj ndërkaq që nuk e kuptojnë që është një investim shumë i madh që bëhet nga shteti dhe nga vetë personeli mjekësor. Neve kur lëvizim që bëjmë ekzaminimet, lëvizim me makinat tona. Dakor doktor, për te peripecive edhe gjërave. Jo, e kam fjalën që janë disa harxime që jo ke drejt, gjërave që nuk shkojnë sistem. Fare në konsiderat. Le të qëndrojmë pak tek ajo që me doktoreshën duhet ta kuptojmë pse me sa duket edhe në breza të rinj dhe jeta ecën, edhe njerëzit rriten, edhe kuptojnë që duhet të jenë ndryshe nga prindërit e tyre, kemi të njëjtën sjellje. Po sigurisht ndoshta koncepti trashëgohet në fakt. Dhe kanceri ende fatkeqësisht, ndryshe nga gjithë sëmundjet e tjera, shihet si një sëmundje që u bë fundi i botës. Në fakt që sot ka ndryshuar koncepti, kultura ka ndryshuar. Nuk duhet ta bëjmë fare si. Sigurisht që edhe ka ndryshuar, domethënë, në qendrat e mëdha, për shembull siç është Tirana, ku shumë njerëz kanë ardhur, diçka më shumë ka ndryshuar. Megjithatë unë në fakt në eksperiencën time sa herë që kam dalë nëpër media dhe them që media ka një vlerë jashtëzakonisht të madhe. Sa më shumë të flitet, aq më shumë njerëz të dëgjojnë. Më kanë reaguar shumë më tepër ato të zonave rurale se ato të qytetare. Për këtë jam shumë, më vjen ndonjëherë dhe nuk e kuptoj. Ndoshta këto gra të ngritura intelektuale e quajnë veten e tyre më pak të mundshme për të smurur nga kjo sëmundje. Këtu në fakt drejtë nuk e kam gjetur ndonjëherë pse. Ndoshta ato të shkretat që janë në zona më të thella që jetojnë në kushte jo shumë të mira, shpeshherë vlerësojnë jetën më shumë, do thosha se sa ne që jetojmë në qendra. Dakor. Më ka telefonuar Moza nga Tirana. Por edhe për të tjerët, cilët duan telefonojnë për të folur mbi një gjë e cila thash ka të bëjë me kulturën personale të kontrollit shëndetësor, edhe pak për ndryshimin e mentalitetit, siç tha doktori që po sikur të kem në një sëmundje, çfarë do bëj tani? Më mirë është ta parandalosh në kohë. Moza, mirëmëngjes. Dëgjoj, të dëgjoj pak ulët. Më pëlqen shumë ky emisioni për shëndetësinë sepse është për jetën tonë. Por unë do të thoja diçka që më ka rastisur vetë që unë të shkoj tek mjekja edhe të kërkoj domethënë vizita për problemin, qoftë për këto diabetin, e cila unë para ca kohësh kam pas probleme me diabetin dhe kam bler vetë një aparat ku në të cilën domethënë siç kemi dëgjuar aparatet dhurohen nga vetë mjeku i diabetit edhe këto fijet që bëhen analizat, por këtu ke ne nuk ndodh kjo gjë dhe unë domethënë i blej vetë. Ti po nuk kupton jashtë, Moza, që jashtë fale. Këtu në Shqipëri. Okej. Por nga që dëgjoj nga doktori që janë falas çdo gjë dhe unë nuk më ka qelluar ndonjëherë që të bëj një analizë falas. Edhe shikoj domethënë që nga analizat që bëhen për shembull në ambulancë nuk dalin njësoj me ato që bëhen me aparatin që unë kam bler. Dhe kam pas domethënë me këtë probleme. Qartë. Moza, kam një pyetje. Ti për te aparatit dhe disa gjëra që je eficiente vetë në shtëpi dhe merr disa përgjigje. Ti je familjar, besoj. Po, jam mbi 50 vjeç. Shumë mirë, po edhe familjarët e tjerë kanë këtë lloj kulture që të shkojnë vazhdimisht te mjeku, apo sheh, edhe ti rikthehemi pak temës, sheh këtë lloj shqetësimi që merrem me punët tona të përditshme, po rrallë na bie ndërmend të shkojmë tek mjeku, edhe në formë rutinore dhe të bëjmë një palanaliza, një kontroll tek e fundit. Jo, është e vërtet kjo që të gjithë shqiptarët e kanë një çik problematik të vizitën tek mjeku. Domethënë mungon një çik kjo pjesa e edukatës, atë kulturës, si mund t'i thuash. Qartë. Por kjo gjë domethënë mua më ka ndodhur edhe në familje që unë gjithmonë i shtyej familjarët e mi që të shkojnë tek mjeku. Dakor. Sepse janë vetë domethënë shumë kërkuese në këtë drejtim. Shumë mirë. Doktor, është momenti ta risqarosh edhe një herë.
Atëre, unë kur thash që ne bëjmë atë falas glicemie janë në kuadrin e fushatës që bëhet, pra ne dalim në ditë të caktuara, një ditë vetme, megjithatë vazhdimisht edhe në ambientet e shoqatës diabetit ofrohen matje falas për anëtarët e shoqatës. Për sa i takon aparati sot pothuajse kudo falet, përfshirë edhe Shqipërinë, sepse në momentin që ti blen fije aparatin e merr falet. Por nuk është këtu problemi. Do të thënë, nëse unë doja të ktheheshim pak te tema e bisedës, është pjesa që njerëzit sot vërtet janë ndërgjegjësuar pak në këtë drejtim. Edhe vetë Moza që sapo folën fundit ka vajtur ka bërë një kontroll rutinë dhe kjo është ajo pjesë që është shumë e rëndësishme ku duhet mëshuar më tepër, sepse në Shqipëri ka gati 1500 mjek familje, të cilat janë porta e parë ku duhet të shkojnë të sëmurët ose personat për të ditur çfarë rreziku kanë dhe çfarë problemesh kanë. Dhe mbi të gjitha çfarë ju ofrohet si ekzaminime në këtë drejtim, sepse për fat të mirë ka filluar që nga fillimi i këtij viti të themi të paktën, check-upi masiv i popullatës për moshën 40 deri në 65 vjeç, që është një fushat për të lavdëruar, por që ende nuk është se gdim ndonjë rezultat konkret deri ku kanë arritur deri në sot gjëra, pra sa raste janë zbuluar dhe mbi të gjitha sa po ndikon në ndërgjegjësimin e popullatës, sepse është një bilanc i plot, përfshirë shumë sëmundje, ashtu siç po lëvizin njësitë mobile për ekzaminimin falas të gjirit, të gratë, pra gjërat ka filluar të lëvizin, por është e vërtet që ka vështirësi, domethënë, dhe mbase, pra atë që po thoshte doktor Silva, popullata në zonat rurale është më ndërgjegjësuar në këtë drejtim, sepse për herë të parë ka mundësinë për një kontroll specialist, të cilin e ka të vështirë ta ketë me mjekun e saj në zonën e saj. Prandaj mbase dhe janë më të, le të themi, më pragmatist në këtë drejtim për këtë kontroll. Zonja Merita na ka telefonuar nga Tirana, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po të dëgjoj. Tani, gjithmonë kur bie muhabeti për punën e analizave, ideja është që nuk i bëjnë njerëzit analizat. Unë kam një rast konkret. Kam pasur tim shoq me tumor në kokë dhe i bëj analizat rregullisht çdo 6 muaj dhe askush nuk më njoftoi që në analizat e gjakut ekzistonte një tumor i tillë. Mbasi u zbulua, ishte shumë vonë sigurisht, dhe ai tashmë nuk jeton më. Doja t'i bëja një pyetje mjeke, sepse gjithmonë në faj është më kollaj t'ja hedhim një të dyti apo të treti se sa vetë personeli mjekësor. Sa të gatshëm janë këta mjek për të dhënë qoftë edhe sensibilizimin moral të një të smuri apo familjarëve të smurit. Më fale nëse kam shumë. Të kuptoj Merita, kuptoj. Natyrisht janë gjëra jo të letat në para dhe e dyta, këtu është një kalvar i lodhshëm për të shku deri tek mjeku për të bërë analizat, saqë është aq raskapitës, saqë kur shkon deri në fund e kupton që përveç asaj që mund të dyshohet që ke, mund të dalë edhe në gjë tjetër rrugës. Pra ti Merita pretendon që ka edhe përtej strukturës ka një lloj forme të dekurajimit të individit për të bërë kontrollin. Pa diskutim. Marrëdhënia e mjekut me pacientin është për të dëshiruar. Dhe me këtë rast do të lutem Enot, Dilja, të të falenderoja nga Spitali 5, doktor mentor Petrelën edhe Gentin, Gent Kaloshin, i cili më ka dhënë suport moral, sepse pjesën tjetër e kisha unë edhe im shoq, i cili nuk jeton më, por atë lloj suporti që më kanë dhënë si mjek, unë nuk do të harroj sa të vdes. Dhe pikërisht është kjo pjesë që pacientët kanë nevojë, qarshi mjekut edhe pacientit, sepse sëmundjen ta hedh Zoti dhe mjeku s'ka ç'i bën. Kështu që doktoresha di më mirë se mua që nëse se e bëri kancerin si një viroz kështu kalimtare, kanceri kalon, por nuk është ashtu. Jo, nuk e besoj, mjekët onkolog janë më të kujdesshëm këtë pikë. Merita, unë të falenderoj sidomos për atë që na the në raport edhe me mënyrën se si do duhet krijohet raporti mjek-individ. Doktoresha. Pa diskutim. Ne filluam të diskutonim pak pikërisht për të sa të ndërgjegjshëm janë njerëzit për të vajtur tek mjeku. Pastaj për të hyrë kalvarit të madh se çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet të organizohet ky check-up, çfarë duhet bëjmë, sigurisht që pastaj këtu futen hallka të shumta dhe ashtu sikurse ka përqindjen e vet, të përgjegjësisë personi që duhet shkoj, ashtu ka dhe një pjesë të fajit personeli shëndetësor. Unë nuk e mohoj fare këtë. Jo të gjithë mjekët janë të formuar në të njëjtën mënyrë për të dërguar të smurët atje ku duhet. Pastaj onkologjia ka një
Unë prapim shoja asaj, që vërtet ka smundje shumë të rënda, por ama edhe babai im vdiq nga diabeti. Pra, nuk është e thënë që duhet të kesh kancer dhe të vdesësh dhe të kesh diabet dhe mos vdesësh. Jo. Komplikacionet që jep diabeti ndonjëherë janë aq të tmerrshme, saqë pra për mua në trupin e njeriu nuk ka smundje të mirë dhe të keqe, ka vetëm sëmundje. Prandaj shohim kësaj gjëje që në qoftë se ne arrim që të shkojmë tek mjeku ose mjeku të vi tek ne, të na detyrojë që të bëjmë kontrolle periodike, mund të zbulojmë gjëra të cilat mund t'i shërojmë, ama ka dhe sëmundje të cilat ti mund të bësh çfarë të duash dhe nuk arrin dot. Ishte pak po sigurt që unë do të harroje një element që Merita na e vuri në vëmendje, përgatitjen dhe tamam përgatitjen e plot profesionale të trupës e cila të kthejnë përgjigje për analizat e bëra. A kemi ne ka vend për dëshiruar dhe ka gjëra për të përmirësuar në këtë drejtim? Pa diskutim. Sa shihni ju njerëz që ankohen në spital për këtë gjë? Që edhe pse bëjnë analizat nuk marrin përgjigje të sakta. Atëre nuk duam të futemi se ky do një emision dhe jo 20 minuta, po 2 ditë të tëra mbase, sepse po doktor, pse s'përgjigjesh me 2 fjali? Jo, problemi është në të gjitha nivelet. Këtu njerëzit i marrin analizat dhe ja tregojnë sanitares. Tani të paktën shqyqyr që u ndryshuan uniformat në spital dhe arrit të dallohet kush është mjeku, kush është infermierja, kush është sanitarja, se kanë bluza me uniforma me ngjyra të ndryshme. Se deri dje ti mund të jepi analizat një sanitar dhe ti kishe menduar se kishe takuar doktorë, se nganjëherë kishin të përparëse më të mira se doktorat. Edhe sanitari lexonte analizat. Dhe lexonte analizat, thoshte x s'ke gjë. Tashti nuk duhet, prandaj po them që është një emision dhe një problem shumë i madh. Dhe ana tjetër, në Tiranë përplaset një fluks i jashtëzakonshëm nga të gjitha rrethet, saqë unë shpesh herë bëj pyetjen. Ore, me çfarë merren mjekët nëpër rrethe? Nuk dua t'i ofendoj një pjesë të madhe të kolegëve, por nuk mundet Tirana të përballojë fluksin të popullata e Tiranës vetë katërfishuar. Ndërkaq që numri i personelit mjekësor ka ngelur pothuajse i njëjti. Pra, mund të përballosh 4 fishin e punës me të njëjtën trup profesionale. E dyta, vjen një fluks shumë i madh nga rrethet dhe neve jemi të detyruar të bëjmë me ligj 10 deri në 12 konsulta në kohën tonë të konsultave. Unë rregullisht bëj të paktën 20 konsulta dhe mund të penalizohem dhe të ha gjob për këtë sepse kam të i kaluar numrin. Ai numër nuk është vënë kot. Ai numër është vënë sepse kaq je në gjendje të konsultosh gjatë kësaj periudhe dhe ti kthesh përgjigje njerëzore dhe të japsh atë suport që presupozon edhe zonja me plot të drejtë. Pavarësisht se te zonja duhet të thotë edhe diçka. Ka disa sëmundje, siç janë edhe problemet e tumoreve neurologjike, që analizat e zakonshme nuk i zbulojnë dot. Pra, nuk është faji i mjekut të familjes. Ka disa shenja, po sa ke vajtur ti që t'ia tregosh këto shenja familjare? Ju lutem, duhet kuptoni një gjë, se kur gjithë popullata ishte mjek, do të kuptonin njëri tjetrin shumë mirë. Të lutem. Janë raste shumë të rralla. Ju lutem, mirë kuptoni dhe një njeri i cili ka pasur diçka në jetën e vet, jo e mirë dhe është i prirur të besoj qoftë edhe një mjek tjetër që i thotë mund ta kishte kapur me analiza këtë punë. Pa diskutim. Shikoj, njeriu aty pastaj beson çdo gjë dhe thotë çfarë faj kam unë në radhë të parë, pse më ndodhi kjo gjë dhe çfarë mund të kisha bërë. Pra në këtë drejtim e kam fjalë. Pra, është një problem shumë i madh. Pa diskutim, por mos harroni një gjë. Në fund të fundit edhe ne mjekët jemi qenie njerëzore. Edhe ne kemi problemet tona edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe kur vim këtu në emision në fund të fundit. Dhe edhe të na mirë kuptoni një çik, sepse është hedhur një baltë shumë e madhe dhe është krijuar një ide e përgjithshme që mjekët nuk janë të sjellshëm, mjekët nuk e bëjnë punën e para dhe e dyta. Kjo është e dyta që mua më shqetëson më tepër. Po bërtite në spital zgjidh punë, që nuk duhet të jetë kështu. Është krijuar një psikoze e përgjithshme që vetëm po bërtite, po u ankove ke për të zgjidhur punë, përndryshe jo. Duhet të mësohemi sikudo, edhe në spital do presësh radhën tënde. Është një raport aq i komplikuar, doktor, sa që kur besoj tani që vjen momenti që të zgjidhet apo të vendoset në rregull, ndonjëherë sa gjëra janë vonë. Është vështirë mos largohemi nga tema se asnjëherë nuk është vonë për të bërë gjërat e mira. Pa diskutim. Do doja të qëndronit pak, doktoresha, edhe po ashtu edhe doktor Florian Toti për të treguar rastin e Riger Selmanit. Është 15 vjeç, ka lindur me një anomali të rrallë, ai e ka zemrën në krahun e djathtë. Për të folur në Top Show. Megjithatë, për aq kohë sa ka nevojë për suport, do ta bëjmë edhe ne tani mëngjes. Do të lidhem me Jacqueline Gjollën, e cila është me Cindy Dobin edhe Besmir Xhaxhiun, dy miq të Rigersit, bashkë me ta është dhe Rigersi. Mirëmëngjes të treve. Zhaku, dëgjojmë? Po, dëgjoj. Në fakt është Jonida Mena me ne,
sepse në fakt Jonida ishte iniciatorja për aktivitetin e sotshëm. Ka emra të tjerë. Rigersin e kemi këtu. Është 15 vjeç, ka pak ftohtë sot. Edhe ka pak turp të flas. Jonida, si filluat këtë aktivitet? Atëherë, ishte ideja, unë e nisa nga Top Show, do me thënë pash programin, edhe neve jemi një klub i cili funksionojmë për raste të tilla, për aktivitete bamirësie të ndryshme, edhe në momentin që pash programin në Top Show, erdha të nesër në mëngjes në shkollë dhe thash, shiko, kam një ide, të ndihmojmë atë djalin edhe t'i japim një dorë, t'i japim një zemër. Çështja është që neve japim një ide dhe kjo ide gjithmonë bëhet më e madhe, gjithmonë realizohet, edhe kjo... Në fakt, çfarë do bëni ju sot? Sot edhe a do ketë vjueshmëri ky aktivitet? Po, aktiviteti do ketë vjueshmëri për 3 ditë rresht, edhe sot neve kemi përgatitur bizhuteri të cilat janë handmade. Ti ke diçka në dorë, mund të tregosh? Po, janë këto vëthët, të cilat neve kemi përgatitur vetë. Janë bizhuteri. Çfarë çmimesh do kenë bizhuterit edhe ëmbëlsira, ju keni përgatitur edhe ëmbëlsira? Ëmbëlsirat ndryshme. Ëmbëlsirat varjojnë nga 100 lek deri në 200 lek të vjetra, ndërsa bizhuterit janë diku te 200 deri në 500 lek të reja. Cilat do jenë vendet ku do jeni ju për të shitur këto ëmbëlsira? Atëherë, sot edhe nesër do jemi në Fakultetin e Shkencave Sociale, pra këtu, ndërsa të pasnesërmen do jemi nga liçeni. Shumë mirë, pra u kuptua Zhaku. Gjërat të cilat shiten me parat që mblidhen janë dhe shkojnë kontribut për Rigersin, cilit natyrisht i duhen të ardhura për të vazhduar kurën e tij mjekësore. Po. Ju sot është dita e parë aktivitetit apo? Dita e parë aktivitetit. Presim që nesër të kemi vizita nga Rotary. Atëherë Rotary është sa lek mendoni se do mbledhni? Nuk kemi përcaktuar se sa, por kemi shpresojmë që do mblidhen goxha, do mblidhen mjaftueshëm. Okej. Ju e njihni Rigersin më përpara apo e dëgjuat vetëm nga Top Show? Rastin e Rigersit e dëgjova nga Top Show, por që e dija, domethënë, e njeh edhe më përpara familjen edhe. Okej. Kurse Besian Kapexhiu, Besmir Xhevexhiu nuk është asaj i afër me Rigesit, po që prej fillimit është marrë me mbledhjen e fondeve që do shkojnë për operacionin e Rigesit. Sa lek duhen mbledhur në total për operacionin? Në total janë rreth 32.000 euro. Por deri në këtë periudhë që flasim janë mbledhur rreth 14 milion lek të vjetra dhe ne komuniteti dhe të gjithë së bashku kudo po mundohemi, po sensibilizojmë edhe me vajzat sot këtu, të krijojmë një sensibilizim të shoqërisë, të institucioneve kudo mbar që të kemi sa më shpejt këto të ardhurat, të mundsojmë për Rigesin gjithçka çfarë ne po mundohemi të bëjmë nëpërmjet fletushkave të ndryshme, nëpërmjet rrjeteve sociale të ndryshme, nëpërmjet jush me të gjithë së bashku të mundohemi sadopak të kemi dhe Rigesin të realizojmë këtë nisëm. Unë uroj që t'ja dilni Zhaku, jam kolimit, po. Doja të theksoja që deri tani nisma duket shumë e bukur edhe duket sikur ka marrë shumë mbështetje nga njerëzit, sepse edhe Besi që kam këtu edhe Jonida nuk e kanë kushëri, nuk e kanë të afërm Rigesin, edhe rastet e tjera kanë qenë të suksesshme, kështu që ne shpresojmë një shërim shumë të shpejtë të Rigesit. Dakor. Faleminderit. Linja për ju. Kështu ndodh, unë falenderoj mjekët që kanë ardhur në studio, zonën Silvana Çeliku, mjekë onkologe, zotin Florian Toti, mjek endokrinolog. Ne kemi ardhur në fund kësaj pjese në lajmet e radios që vijnë menjëherë e vetëm pas pak do të rikthehemi. Kur të rikthehemi do të flasim me ata domos amerikanë të tregtisë. Na thon ata si e mendojnë për gjithë terrenin e të ushtruarit biznes në Shqipëri. Përshëndetje, ju njohim me fleshin e orës 8. Top Albania Radio. Në Berlin, ministrat e brendshëm të Shqipërisë dhe Gjermanisë theksuan se në Gjermani nuk ofrohet asnjë lloj azili për shtetasit shqiptar që ikin nga vendi i tyre. Pas takimit me kolegun Tahiri, ministri de Maizier ishte i qartë në deklaratën e tij kur tha se së shpejti do të nisë rikthimi të gjithë atyre që janë në kampet e pritjes. Investigimin e emisionin Fix Fare në Top Channel vjoi me pamjet ekskluzive nga kampet më të mëdha të azil kërkuesve shqiptar në Belgjik. Këtë herë ky investigim filloi nga Korça për t'u ndalur në kampin belg Petit Chateau, ku përcolli historinë e 20 familjeve nga Shqipëria e Kosova që presin aty prej muajsh e deri dhe vitesh. Të intervistuarit u than gazetarëve se ndonse ju refuzua kërkesa për azil, vazhdojnë betejën ligjore me shtetin belg.
Qeveria e Landit të Bavarisë planifikon një nismë të re për reduktimin e ndihmës financiare azilkërkuesve nga Ballkani. Qëllimi është parandalimi i fluksit të personave nga vendet e sigurta, siç vlerësojnë Shqipëria dhe Kosova. Deri në 23 prill, 57.000 shtetas nga Ballkani kërkuan azil në Gjermani. Javën e ardhshme në Kosovë shkon një grup pune nga Brukseli për harmonizimin e qëndrimeve me specialistët vendas për ligjin mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale. Kjo u beditur nga kryeministri Mustafa në konferencën për shtyp me kryediplomatin gjerman Steinmeier, pas takimit me dyert të mbyllura. Për Berlinin zyrtar, themelimi i gjykatës speciale është plotësimi i një prej parakushteve ndërkombëtare të Kosovës. Sport. Vllaznia sërish fiton titullin kampion në basketboll për meshkuj. Mbrëm skuadra shkodrane triumfoi dhe në finalen e tretë ndaj Tiranës, këtë herë në Pallatin e Sportit Aslan Rusi, pasi gjithashtu fitoi 2 takimet e para. Për vllaznin, kjo ishte hera e dytë radhazi që shpallet kampione. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com